Muaji I Ramazanit është ndër më të rëndësishmit për besimtarët e fesë islame. I gjithë muaji përcillet me agjerim. Sidki Kurshumlia 75 vjeçar është njëri nga agjeruesit e shumt I cili çdo vit me përkushtim mundohet të kryejë obligimet e këtij muaji. Ai thotë se ndihet mirë kur vjen muaji I Ramazanit, kjo pasi prej më shumë se 35 vjet agjeron vazhdimisht. Kur kum pas 30 vjeç atyre, kum fillu mi majt muajin e Ramazanit, do të thonë me agjeru muajin e Ramazanit. Muaji I Ramazanit I ka veçoritë e veta, të cilat një duhet me apliku se është urdhën I Allahit. Prej moshës 18 vjeçare, je I obligueshëm për me agjeruar Ramazanin. Kurshumlia thotë se gjatë gjithë muajit të Ramazanit ndihet mirë e me shëndet me I plotësuar emocionalisht. Është një ndjenjë shumë e veçantë sepse herë mas pore e nin veten që jetu la obligimin ndaj Allahit, që na ka obligu për me agjeru. E dyta është se shëndetin e ki shumë më të fortë, shumë më të mirë. Ramazani është muaj I veçantë dhe për të riun Bledar Berisha, I cili qysh fëmijë ka filluar agjerimin. Unë agjeroj për moshës 10 vjeçare, eventualisht I agjeroj dikun rreth 8 ose 8-7, me thonë Ramazane plotësisht. Arsyeja pse unë agjeroj është shkaku I besimit tim, ku besimi im ma imponon që unë të agjeroj Ramazanin, ku ndjena shumë mirë emocionalisht edhe ndihmon edhe shpirtnisht si në shkollë, si në jetën time të përditshme kështu në vazhdimsi. Berisha thotë se gjithashtu në këtë muaj janë bashkë me besimtarë të tjerë duke bërë më social dhe më të afruar me njëri tjetrin. Ky muaj është ai muaj që bëna dallimin në rutinën tonë përditshme, ku na ndron domethënë atë jetën tonë atë monotonin, ku na bën domethënë një farë xhallerie në shpirt, ku domethënë mbledhem na besimtarët, e thirrim njëri tjetrin na për iftare të ndryshme, ku edhe masandaj na bisedojmë për sende specifike kështu me radhë. Muaji I shenjtë I Ramazanit është I 9 në kalendarin islamik ku besimtarët agjerojnë dhe hanë ushqim në orët e hershme të mëngjesit që quhet syfyr dhe më pas nuk hanë dhe nuk pinë gjatë ditës deri në darkë që quhet iftar.